Mbrojtja me status të veçantë e liçenit artificial të Tiranës propozohet si zgjidhja e vetme për frenimin e degradimit të tij. Një grup ambientalistësh të mbështetur edhe nga një projekt i Bashkimit Evropian për mbrojtjen e gjelbërimit ka shkuar edhe më tej kur dyshon se po synohet që kjo sipërfaqe të kthehet në truall për ndërtim. E gjithë zona përrethi është nënshtruar tashmë një numri të pafund pallatesh në një distancë vetëm pak metër nga liçeni. Ambientalistët kërkojnë që parku të marrë statusin e një zone të gjelbër, duke ndaluar çdo lloj projekti tjetërsimi. Ne kërkojmë një status të liçenit, që ky status të jetë status i njohur kombëtar, duke i limituar të drejtat për të ndërtuar, duke mos lejuar që të derdhet gjithçka në liçen, duke u kujdesur që liçeni të ketë një pamje tjetër, duke ndihmuar me gjelbërimin apo me mirëmbajtjen e tij, sigurisht që kjo do na shërben të gjithëve. Specialistët sqarojnë se ngordhja e peshqve ka ndodhur si pasojë e lëshimit të një substance helmuese nga algat me të cilat është mbushur liçeni. Ka 20 vjet që qoftë qeveria, qoftë pushteti lokal nuk janë interesuar për ta mirëmbajtur, për të qarkulluar ujërat, për të mbrojtur zonat përreth liçenit, të cilat janë kthyer në zona ndërtimi pa magjistrale kanalizimesh. Të gjitha këto kanë ndikuar në atrofizimin e ujrave të liçenit dhe detyrimisht ngordhjen e të gjithë peshqve dhe gjithë florës e faunës. Specialistët hedhin idenë e lidhjes së kësaj pjese me liçenin e Farkës për të mundësuar ciklimin e ujit të pastër dhe mbijetesën e gjallësave në të.